Përshëndetje prindër të dashur. Nisim me një pyetje. A është do film vizatimor i përshtatshëm për familjen tuaj? Çka mendoni? Dashni shumica mendoni, është film vizatimor, është me ngjyra, e ka vizatuar dikush, nuk e ka nxjerru, është i përshtatshëm. Jo, nuk është. Një film vizatimor apo i gjiruar është i përshtatshëm për familjen tuaj nëse përmbajtja çka servohet aty është për të mirën e fëmijëve tuaj. Për shembull, keni ndëgjuar për Peppa Pig, ose shumica e fëmijëve tuaj njerë ka rënë me pa në YouTube. Peppa Pig është film vizatimor, por është raportuar që tek fëmijët nxit arrogancën dhe dhunën. Qysh me ditë në atash, a është një film vizatimor i përshtatshëm për fëmijën tonë apo jo? Tani pa çka duani me bo, është më ul bashkë me fëmijën edhe me këshyr me një sy kritik. Pra, çka po servohet? Për shembull, apo bullizojnë me njëri tjetrin, apo shajnë, apo ofendojnë, apo ndëgjojnë prindin, çka po promovohet? Pra uluni, përcjellni 1-2 epizoda bashkë me fëmijën tuaj edhe këshyrni çka po servohet. E dyta si burim mundem me ju sugjeru është Common Sense Media. Common Sense Media është një webfaqe ku aty për materiale të ndryshme, domethënë është hapësira që japin reviews. Njëra prej tyre është edhe për filma vizatimor, ku këtu do të japim si shembull për Peppa Pig disa prindë që kanë dhënë si review. Pra mund të shfrytëzoni edhe si Common Sense Media. Është shumë e rëndësishme çka fëmijët tuaj shikojnë, sepse çka shikojnë ata marrin bazë, ata marrin si shembull dhe karakterin e tyre kanë me ndërtu sipas shembullit që ata e ndjekin. Për këtë arsye duhet të kufizoni edhe të selektoni shumë mirë materialet se çka ju servohet fëmijës tuaj. Faleminderit për vëmendjen tuaj.